Nëse ka do një pore e shoqërisë e cila nuk ka moral, kredibilitet për të folë, janë gjyqtarët. Në qoftë se ato kanë vendosur gjykatë se kush është gazetar ose kush nuk është gazetar, ju do të krijoni një bord e të vendosni kush është gjyqtar dhe kush kualifikohet për mos qenë gjyqtar. Ta ktheni me ditën e monedh. Edhe ju për shembull kur do e bëni këtë lloj bordi, këtë zonjën që e ka marrë këtë vendimin, është mirë mos e klasifikoni si gjyqtare. Thoni për kriteriumet tona ti si je gjyqtare. Në qoftë se ajo merr vendim që thot po ti je gazetar ose nuk je gazetar, ju ta bëni njëjtën gjë me gjyqtarët. Nëse ka ndonjë pore e shoqërisë e cila nuk ka moral, kredibilitet për të folë, janë gjyqtarët, të cilët këtë shtet e kanë shkatruar. Nuk e themi as unë as ty, e thot komisioni, raporti Prives, e thot Komisioni Evropian, e thot qytetari thjesht gjithmonë që vjedh për qebapa dhe përfundon burg, ndërsa ky tjetër i cili ka vjedh miliona bëhet ministër apo lirohet nga përgjegjësia. Ju duhet krijoni bordin e ju e thoni ky person krijohet dosje për gjyqtar. Ti nuk mund të bësh gjykatës, ti s'mund të bësh prokuror. Nuk mundesh, nuk se s'ke moral, s'ke kredibilitet. Morali dhe kredibiliteti duhet përcaktohen nga ato të cilat nuk kanë pas përgjegjësi dhe s'kan treguar prova që e keq përdojnë këtë shoqëri. Ato kanë treguar, kanë dhënë prova. Edhe ju duhet